إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Vllazën të nderuam dhe të jetë respektuam, të gjitha falënderimet i takojnë Allahut Dhul Gjelal. I lutëm dhe i përgjerohem Zotit ton, i cili na sheh, na dëgjon, na përcjell, na mbron e na lehtëson, por edhe të njëjtën kohë na i mundson veprat tona të mira me i bë për hatër Tij. Se pa ta mundsu Zoti, nuk ka mundësi dituria dhe mundësit e tua me kry punë të mëdha, por gjithçka besimtari vyeshëm dhe modest e jo me ndje madh i falenderohet Allahut Dhul Gjelal për të mira që na ka dhuru. Shumë selame qofshin për Muhammedin a.s., për shokët e tij, për njerëzit e tij, për familjarët e tij, për besimtarët e tij, të cilët dhe të cilat vazhdojnë me trasu rrugën e tij. Vëllezër të nderuam, dua t'ju flas në këta minuta që keni obligim me na ndëgju për një temë e cila është shumë e rëndësishme etike. Aja është pa fije dyshimi stacioni i pastrimit. Veprat e tua, ibadeti yt, nuk mjaftojnë me shku në xhennet. Për këtë arsye Allahu Dhul Gjelal na ka udhëzu, edhe na ka sqaru, edhe na ka mësu se duhet robi Allahut me kalu në për filterat pastrimit. Cilat janë ato? Janë sprovat, janë gajlet, janë dertet, janë smundjet, me një fjalë janë kaderet. Prandaj Allahu e ka ditë se njeriu nuk mundet veç me veprat veta mu afru të xhenneti. Xhenneti është malli më i shtrenjtë që e ka Zoti, ati i kofshëm fal çka ka kriju. S'ka më të shtrenjtë, s'ka më të shajtë, s'ka më të veçantë se xhennetin. E për me hinë xhennet ka vendosur rregulla dhe standarde. A pishe këta që ne kanë vendosur standarde, po s'muni me hitë na, pa i plotësu standardet, edhe qka jenë rregullat dynjas. Po rregullat e Zotit, po standardet e Zotit, Zoti lyp standardet që njeriu ka mundësi me i punu. Edhe të njëjtën kohë ja u nimon Allahu njeriut. Njëra prej këtyre janë edhe sprovat. Për këtë arsye, çkat është për Zotin? Kjo është stacion i pastrimit, i ndërgjegjësimit, i vetëdijësimit, i gradimit, i plotësimit. Prandaj Allahu don me ta nimu, don me ta plotësu, don me ta ngjitë dorën o insan. Mos e merr sprovën ngarkesë, por merr sprovën mundësi për mu ngrit tek Allahu xhelle xhelaluhu. Andaj selefit parë tanë, kur kanë kalu një kohë e nuk janë sprovu, kanë thonë diçka nuk o puna mirë me neve, qëre kriteriumi i vlerësimit. Sprovën e kanë prit si mundësi e artë mu shkarku prej gjunaheve. E na e kena të kundërtën. Na duhet jemi falenderus, mirë po të njëjtën kohë nuk duhet me kanë të dashurit e mi edhe nënçmues ndaj sprovës në të cilën gjindemi. Na, vllazën të dashur, kur ma shumë nuk ka pas nevojë ky popull se sa me ngrit një stacion të pastrimit prej gjunave, e aj pa fije dyshimi është mirësjellja, pendimi, të kthyrit ton tek Zoti, smuja, këtë janë të sprova
që ty të shkarkojnë për gjunoheve. Mirë po na e kena harru me përmend, ose shumë pak jemi të përmend, mos e harroni sjellja e mirë, rahmeti, mundësia për më unimu njerëzve, mundësia me ja u lehtësu njerëzve, është njëri prej stacioneve me cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu të shkarkon për gjunoheve. Edhe është e lehtë, edhe është e mundshme. Ka thonë pejgamberit, i kanë thonë ja Resul Allah, nuk po kena mundësi me dhonë sadak. Ka thonë, a muni me thonë 33 herë subhanallah, a muni me thonë 33 herë elhamdulillah, a muni me thonë, ka thonë 33 herë, në një rivajat është 34 herë, Allahu Akbar. E mirë ka thonë, a muni ka thonë, me i prit njerëz me qehere, sepse të buzqeshurit në ftyrën e vëllaut tënë, edhe motra në ftyrën e motrës dhe vetë, ka thonë është sadak, është sadak. Bile, djetarët e mimikës të ftyrës e kanë zbërthy këtë hadith. Kanë thonë, për mu më rëll njeri, duhet 18 muskujt ftyrës me i aktivizu për me aqit ftyrës një më rëll. A ka thonë, për me buzqesh, edhe me i prit njerëzit me qere, është shumë e lehtë dhe shumë e thjeshtë. Madje le që i knoqet trupi, por thot e jep sinjalin zemra që e qetëson trunin. E sot na kena nevojë të dashurit e mi për qetësilljen, për cilën vllazën me na i këqyr sjelljet tona nuk korrespondojnë me ato që i kemi fjalët e tona, edhe qëndrimet dhe deklaratat tona. Andaj, njëre prej stacioneve për të pastru, për të gradu, për të bashku, mos e harroni, është sjellja e mirë. Pejgamberi a.s. me sjelljen e mirë, ja u ka përfitu zemrat. Nuk do me thonë që njerëzit me menu ton njëjtë, me po njerëzit ton njëjtë. Zoti ka thonë me Kur'an, thuajti Muhammed, kush don për juve me besu, let besan, kush don let mohon. Derisa Allahu po thot vet, ti Muhammed, a me zër po don me ishti njerëz me besua? Kur vet Allahu po thot, unë kam fen tame, ti e ki fen tone. Kur vet Allahu po na mëson, çka kena na vllazën që i këshyrum njerëzit të mrëlshëm. O vëlla, dije që ti je reprezentus i rahmetit Zotit në tokë. A e din ti që nëse dikonin e përshëndet, e dikujt ja letëson, e dikujt i buzqesh, e dikujt i flet, a e din e vllazën sa shumë sa të ka nevojë populli jon për çet virtyt. A nuk e dina na që me këtë virtyt rrëzojna gjuna, sigurojna sevap, edhe lidhemi shpirtnisht dhe emocionalisht. Allahu Dhul Gjelal na jep diçka që tjertë na lakmujnë. Hajde të hedhëm një vështrim të historia e plegjve dhe të shoki shtatë. Cilin respekt e kanë posedu? Cilin vllazën të dashur nuk ka plak, që sot i ka 70 vjetë, apo i ka 80 vjetë, e që me vetë, cilin dush për që ty në plezhve që sot i kena qëto. Edhe me thonë, hajde veç kalzana, qëfar ure ka pas shqiptari në mesin e komësive në ish Federatën Jugoslavisë. Pse ka pas këtë respekt? Pse ka pas këtë nërë? Pse ka posedu këtë orë? A e dini pse? Se ka qenë i knoqën me Allahun Zot, edhe i nërum e i respektum me bob e me non, edhe të njëjtën kohë krenar në din e në vatan. Kur e hup njëri krenarin, kur njëri e hup dashnin, kur njëri i këqyr njerëzit me interes, mjeku nuk e këqyr pacientin për insan, për e këqyr për interes, a i tjetëri e këqyr për interes, ku tjetëri e logarit një interes, atëherë neve lidhje tona në bonë komplet për interes. Nuk ka mu bereqet.
Ti nuk mund të thonë Zotit një më, se ti s'po dën ndihmën e Allahut. E ndihma e Allahut zbet në tokë kur ka respekt, ku ka nerë, ku ka ftyrë, ku ka sjellje. Gruaja ka vendin e vet, burri ka vendin e vet, baba ka vendin e vet, njeriu ka vendin e vet. Na mos t'i përzijemi pozicionet tona. Mos lëshojmë pa vllazni prej vijave të kuqe të identitetit tonë kombëtar. Kur më në rrezik, nuk ka qenë vija e kuqe e identitetit kombëtar. Me çka kena mu dalluna për atyne që na kanë sulmuar, na kanë vrarë, na kanë masakruar, se ata në veri, se ata në jug. Si kur sërbët në veri, si kur grekt në jug të Shqipërisë. Me çka kena mu dallu? Kur dosmat i kena si ata, kur nejat i bojmë si ata, kur sillet i bojmë si kur ata, kur prejmë besë, e të njëjtën kohë rajme, mashtrojme, trashtojme, atëherë me që kemi mu dallu? E tani vijet në pozicion fuqia, nëse kena atë fuqi me i rezistu. Pse shqiptarit bab gjyshit tënë, e babës tënë, e njeriu tënë, të parit tënë, i ka nejtë gaditu, nështë a i ka po 4-5 ylla, e konë kolonelin, nën kolonel, pukovnik i ushtrisë Serboslavis, por kur konë pyetje një ushtar shqiptar, u mo 3 herë që ka me i thonë, dhe ka thonë, kujdes, mos ja shoni zotin këtyne, as non, as bob, edhe mos u gjuni me buk, se për ta është buka e veçantë, është e shajt, se është një met i zotit ati kur shumë falë. E këto mësime, na të rritë, gjenerata e bekuar, në të cilën kanë vujt pleqët e pleqëve tonë, që nëse të kënaqemi, na duhet me përkthy në rahmet, e në bashkim, e në bereqet, e besa po flasë në zhargonin e popullit, na vynë pak ma shumë marifet. Për me pos pak ma shumë marifet, duhet me pos marrë ma shumë, duhet me pos turp ma shumë, duhet me pos njerëzillak ma shumë. Zotin na instaluft, e na i drejtoft. E stacion i përmirësimit, mos të këshyrum na me na pastru Zotin veç të na që kadere. Ajë se na qënë Zotin një kadere, na pastrën e na qënë gjennet. Ja, këtë mentalitet shkurtu, këtë mentalitet ndryshu. Mos këshyrum na me na pastru Allah veç me kadere. Po e kena mundësin e artë mu pastru për i gjunave me mirësilje. Që kjo është porosia hutbes, që ufshit beku me faleminderit shumë për këtë vëmendje, kam që ka me folë për këtë temë shumë, por mendoj që me këtë kohezion të hutbes në këta minuta, për i bjen tamam gjithë se cilit. Zoti kabul në e boft, e inshallah tamam në bjen edhe në listën e shefatit Muhammed Mustafa a.s. me kanë. Zoti i rujtë. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. Para se me thonë ajetin e funit edhe me thiri kametin, pra vllazën mos harroni, me na shkarku Zoti për gjinohëve e me na i rujtë se vapet, mundësia e artë këka mu sjellë mirë. Mu sjellë mirë, ju veç me ata që menojnë si ti, ju veç me ata që besojnë si ti, ju veç me ata që jenë të llojit tënë, qoftë në kulturë, apo qoftë në gjak, apo qoftë në farë e në fesë. Sjellë mirë, se mundësia ka për këtë botë me arrit kënaqësinë e Allahut me sjelljen e mirë e tu shkarku për i gjunave. Këta, si të mësim, ka nevojë sot shqiptari me praktiku. Se shumë vërashtësi, shumë negativitet, mungesë e madhe pozitivitetit, kjo nuk na ka hije neve. Menoni mirë, shikoni senet ma mirë, shikoni senet ma gjëndë. O vëllazën, këmë na një mu Zoti, o i madhë është Allahu ati ku shumë falë, o të lëpna për Allah, o vëllahi na me ditë, një vete që na i ka dhonë Zoti. Pasha Allah i s'kishon pritu as gjamin me një mu, as vatanin me ndërtu, as shtetin me forcu, por na ka rrug një plëgshti e cila
të dashnim të vije krye këput për shkak gjunave edhe të qumeve të pesh. E të qumeve pesh, unë përfolje shqiptar që s'ka nevoj me gramatika, a e ki parasysh të prume, vije si rezultat pejt mirave. Ato nuk vinë pejt këqijave. E na nuk kena nevoj me këthy atë regjimin e poshtër dhe totalitar, i cili pastaj na bjen men, olla po duka që tash mja ditë shëjshujt. E është mirë mja ditë shëjshujt të pos, jo veç kur s'kemi. Allah ju rujtë, faleminderit shumë e respekt për cilës se cilin. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u shqetëso, mos u pikëllo, mos u ligështa, se t'je më i larti nëse je besimtar. Wa aqimus salah.